Kjo hapësirë publike të Saatkulla është ndërruar në parking të veturave. Televizioni Syri para 4 ditësh kishte raportuar përmes një video ku shihet një grua moshës madhore duke prerë një pemë. E sot, vendi ku ishte pema u bë vend për parkim të veturave. Është vend për gjelbrim dhe dikur kishte edhe pemë edhe bari, por tashmë nuk janë asnjërat. Pemet i kanë shkullur dhe i kanë prerë nga vendi, po ashtu janë larguar edhe pengesat e hekurit sepse vendin e gjelbrimit e kanë zënë veturat e cilat parkohen çdo ditë te Saatkulla. Mediumi ynë disa herë kishte raportuar për prerjen e pemëve në komunën e Gjakovës dhe në hapësira të ndryshme publike në qytet. Ne për këtë rast kemi pyetur edhe policinë e Gjakovës nëse ka pasur ndonjë person të ndaluar për dënim të shkaktuar në hapësirat publike, por deri me transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë ndonjë përgjigje zyrtare.